Dhe Allah subhanahu wa taala I tha gjithve, si Ademit, Havës dhe Iblisit, të zbresin në tokë. Kanë zbrit tokë, mirë po e përmendëm që në vende ndryshme. Si është bota takimi tash? Asalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Atëre, hoqë nëse mundet një përmbledhje të shkurt vetëm, çka kena lanë të epizoda e parë, që të vazhdojmë me episodën e dytë. Pra, Allah subhanahu wa taala I la Ademin edhe Havën të jetojnë në xhennet, edhe u bëri atë pemën të ndaluar edhe gjë të cilën u bëri cytje e shejtanit dhe për ta ngrënë pikërisht atë pemë edhe që të jetojnë përgjithmonë atë. Megjithatë, ajo shkaktoi që Ademi të dëbohet nga xheneti dhe Allah subhanahu wa taala I tha gjithve, si Ademit, Havës dhe Iblisit, të zbresin në tokë. Të zbresin në tokë dhe aty do të fillon ajo pjesa tjetër e jetës së tyre. Po, pjesat që edhe mua më ka interesuar, domethënë tash kanë zbrit tokë, mirë po e përmendëm që në vende ndryshme. Si është bota takimi tash? Kjo është interesant. Po, domethënë ata kur kanë zbritur në për vende ndryshme. Thonë njëri me një anë, tjetri në anën tjetër. Edhe normal krijesat para kanë jetu një kohë bashk, burrë dhe grua. Edhe vinë me një planet edhe kërkojnë njëri tjetrin, në vende ndryshme edhe kërkojnë njëri tjetrin. Edhe flitet prej disa historianëve se Ademi a.s. e ka kërkuar tërë ditën, vetëm natën ka pushu. Ndërsa Hava e ka kërkuar edhe ditën edhe natën, pa pushu. Edhe kështu është, domethënë se Ademi ka qenë origjina. Hava është e krijuar për Ademit. Andaj ka pas më shumë, domethënë energji ta kërkon të kthehet në origjinë, domethënë Hava. Edhe për takim flitet se janë takuar te vendi Arafat. Edhe Arafat i soshën në thonë që është apo. Në gjuhën arabe Arafat po, ku shkojnë haxhilert, ku të bohen aty në atë vend. Edhe dita quhet dita e Arafatit, edhe vendi quhet Arafat. Edhe mirë po Arafat do të thotë njoftim. Me njoft. Për kthim për arabishtës? Po, për arabishtës. Interesant. Andaj e kanë mendimin shumë prej dietarëve të ndryshme me lemit të ndryshme se aty ka ndodhur takimi. Edhe ai vend është shënuar me këtë takim. Allah e din më mirë. Edhe kur janë takuar, Ademi thot Havës, ku ke qenë se të kam kërkuar tërë ditën, vetëm natën kam pushu, edhe pse Hava I thot unë s'jam interesu për të. E kështu është natyra e grave. E tash, domethënë janë taku, edhe jetesa si ka zhvilluar aty. Domethënë në cilën pjesë më ndal apo pjesa e sa fëmijë kanë pas, çka ose në zanata kanë punu diçka apo a nifët diçka apo martesa çu ka bëu domethënë që vazhdo jeta me një fjalë. Domethënë edhe ata si njerëz kanë ardhur në këtë dunjë ka rregulla. Allah pasi dërgon pejgamber, me pejgamberin dërgon edhe rregulla. Flitet për Ademin a.s. se fëmijët e parë I ka pas Habilin edhe Kabilin. Habili ka lind me një vajzë, Kabili ka lind me një vajzë tjetër, kështu bineç. Domethënë lindjen apo lindjen çdo herë ka pas bineç, domethënë këto. Po, a.s. Edhe me Habilin thon një vajzë, po. Me Kabilin. A janë këto fëmijët e parë? Fëmijët e parë të Ademit. Fëmijët e parë të Ademit a.s. Edhe kur janë rritur ata, është dash tashmë jeta të shkon me martesë. Edhe nuk ka pas njerëz. Andaj atëherë ka qenë të martohen. Ai ligji atëhershëm ka qenë që Habili të martohet me vajzën që ka lind me barkun e ditë. Vajza që ka lind me Habilin të martohet me djalin e barkut ditë, me Kabilin. Edhe kështu ka ndodhur martesa në fillim. Mirë po, këtu ka pas një mosmarrveshje se Habili ka dashur të martohet me atë vajzën që ka lind. A ligji atëhershëm nuk I ka leju këtë gjë. Edhe tash, domethënë, s'ka vazhdu, a ka ndryshuar ligjin apo domethënë? Ademi a.s. çdo herë ka porositë që ta zbatojnë ligjin.
Edhe këto kërkesën që e ka pas Kabili kështu, atëherë i shpallët Ademit se këto du të bëjnë një kurban, një sakrificë. Sakrificën e atij që pranon Allahu do të jetë sipas atij. Edhe kështu që pranohet kurbani i Habilit, nuk pranohet kurbani, sakrifica e Kabilit. Edhe atëherë Kabilit i shtohet ajo zilia ndaj Habilit, edhe kanë pas një mosmarrëveshje mes tyre. A është e vërtetë që e kam dëgjuar që domethënë si kurban e ka zgjedh Habili domethënë ta marrë një dashur sa më të mirë, a e kundërta e këtij domethënë unë se e kuni domethënë një mis ka marrë, domethënë s'ka diçka të marrë, ka marrë një mis për kurban. A ka kështu? Kjo mund të jetë më afër të vërtetës. Ndoshta jo miza, po domethënë se Habili ka pas një dash, e Kabili ka pas diçka tjetër, po se çka nuk dihet saktësisht, e kështu që Allah ka pranuar kurbanin e Habilit, Kabilit nuk e ka pranuar. Që i vjen domethënë atëra i vjen Habili me martu me motrën që e ka më të madhe. Domethënë jo bashkëmoshatare që e ka. Edhe ai ka domethënë është martu. Atëre, si në episodin e parë, edhe tash episodi i dytë është pjesë më ka bëu interesant, pjesa e reklamave. Me prezantuar reklamat që i kemi në këtë serial. Sfida çka është interesant që duhet brenda 4 minutave me prezantuar kompanitë. Nëse i prezantoj rreth 4 minutave, domethënë, unë e kam atë merit që a gëndull me sakatu. Kundërtën, unë jam viktima këtu. Atëre mundet me kompaninë e parë. Bedolbe, ati berrejni, bedolbe. Në fakt, s'ka nevoj letra. Palestina Drinks është super me janis me këtë reklam, edhe është pije energjetike me natën energji, po fatkeqësisht, në fakt nuk ka fatkeqësisht, fatmirësisht jam agjerueshëm, nuk muj me pije, po mjafton ta kem këtu edhe të mape energji. E tash, e dyta, bakadull. Bravo, bakadull, ja direjni, burgerzone. Dhe me thënën, pijen e kena, hamburgeri mjafton me marrë një hamburger mëdh. Kombinimi është kështu eksploziv, dhe me thënën, kena pijen, e kena hamburgerin për iftar, normal. Okej, dull, mujmi me tjetrën. Dullën e kam legendë, ja direjni, dhe me thënën, nuk të ku marrë kota ka dull, ti qishireni, dhe me thënën, bash, e ti mu më pëlqenë se... Qko bo dull? Hajde, ma shpejt Allah, se minutë, më thënë, unë të sot do të me fitu, hajde, ma shpejt. Okej, atëre, radhës është hamaksi, na vetë se pijin e patëm, hamburgerin e kina, po duhet me sofra, po, a do sofra luks, duket heshëm, kështu, mirë, elegant. Hamaks. Dull. Mërë më qatë shkop. Legenda shkili. Më thonë, kiti kina pregatit, tash ka me vetëm ajo atmosfera dhe me thonë të japmi dhomës një erë të kançme. Dhe me thonë, aroma drink. Mega plast. Shumë fort. Thonë, na vetë se e bonëm kitë sofrën sen, po këshire, është e Ramazan është bajki 30 dit, 29 sa është. Tash nështë ta në kohën me hangër, dhe me thonë, në dhomë, nështë dhe njerë ki qef pak të ndryshoj atmosferën, pra du në terasë, para mene, sa fort. Para mene me rashi? Para mene mega plast i vene të milionat të pjesën, s'ka shi du. A i sa mire e ban, bile edhe me motore, kanë dhe me thonë ato dritarët dhe mundin vetë kështu qelen. Dhe s'ka nevoj të t'japish zorë, t'japish takat. E kupton? Kjo është e para fundin dukës. Shumë fort. Kam put. Para mendoni nëse doni i shkon interesant me bo një iftar kështu të veçantë, me bo natyrë. Kamputi, jo mundësan, definitisht. Ka shumë lloje për me bo përshtatshme, do të thonë për grill. Shkon shumë interesant. Edhe minutat këshire pak. A do të më gutun apo me fort ma ka dalë? Okej, Best Mobile. Masugut. Best Mobile. Masugut. Këshire, pjap me finishin dhe me thonë këti iftari kësoj sofre me Best Mobile, shkoni e përzjedhe një telefon 48 megapiksel ose 50 megapiksel edhe bëjnë një selfie. Jo për me nëzirë një jetët sociale, s'po thamë për ashtu, po me umet një kujtim i mirë, një iftar i mirë 2025. A ka dullë, qka kalzan sahati? 4 minuta. A ka dullë? Habilit
Thatë Kabilit Nuk e ka pranu. Që i vjen domethënë atëra i vjen Habili me mu martu me motrën që e ka më të madhe. Domethënë jo bashkëmoshatare që e ka. Edhe ai ka domethënë është martu. Ato domethënë janë martu edhe këtu ka lind ajo Domethënë këto mas marrësh domethënë mas janë martuar. Po. Okej, në rregull, mas Kjo domethënë nuk i kalon rahat Kabilin për shkak të smirës që e ka pas dhe zilis ndaj Habilit. Edhe ka po një pjesë e ajetit është kur fjalët e Habilit Allah i paraqet në Kur'an. Çka i thot momentin që ai kërcënon. Atë në Kur'an se flitet se Kabili shpesh domethënë e ka kërcënu edhe me vrasje. Andaj edhe si ka qenë përfundimi, Kabili domethënë e ka mbit Habil. Që kjo është vrasja e parë domethënë në historinë e njerëzimit. Kjo ka qenë vrasja e parë në fytyrë tokës. Andaj edhe domethënë Kabili edhe pse e ka bë kët, pasi e ka bë kët, nuk është ndi mirë. E ka pasur që e ka bën një vepër, domethënë jo të mirë. Edhe aty domethënë e ka lënë vllaun e vet ashtu, s'ka ditë edhe çfarë më bë. Njerëz të parë nuk e ka ditë se çfarë të bëjë. E Allah subhanahu wa taala dërgon një sorë, edhe ato janë ngrinë mes vete edhe një sorë mbi tjetrën. Edhe ajo sora e bën një grop dhe e fut atë sorën tjetër aty. Edhe mbulon. E Kabili thot, si unë bona i pamundur. Edhe një sorë, domethënë të mësoj për një sorë, domethënë ai ditë se çka më bën, s'dita çka të bëj me vllaun tim dhe është bë pishman. Domethënë edhe ka pa metodën domethënë çka më bëu me njërin e vdekur, apo e ka pa sorën e ka marrë mësimin, domethënë edhe ka po se njeriu kur vdes apo domethënë ndron një jetë duhet të hinë edhe. Ashtu domethënë në origjinën prej ka edhe është krijuar. Po, atëherë domethënë te pjesa, ndalmi te pjesa e Ademit alayhis salam, përfundimi domethënë i tij, vdekja e tij. A ka diçka domethënë informacione si Ademi alayhis salam, siç tham se Allah subhanahu wa taala i ka dhënë 1000 vjet me jetu. Ashtu. Mirë, po ai atëherë tha po jap Davudit 40 vjet. Që i vjen 960 vjet me jetu. Ka 960 vjet. Dhe vjen Melekul Maut, që Allah subhanahu wa taala ka caktuar me lëqe me shpirtat. Edhe pas ja ka dhënë 40 vjet, vjen në atë momentin 960 vjet ja marr shpirtin. Edhe kjo është një specifik për pejgamberët se Melekul Maut, meleku që merr shpirtat, te pejgamberët vjen dhe e bisedon çastin e vdekjes, bisedë, jo sikur te njerëzit e thjesht shkon e merr shpirtin dhe nuk e njofton, nuk njoftohet asnjërin. Atë pejgamberët më thonë para vdekjes vjen Melekul Maut dhe thotë ka ardhur koha e vdekjes. Edhe kështu ka ndodhur me Ademin alayhis salam. Në realitet më thonë ka haru, si ja ka dhënë atë 40 vjet Davudit. Edhe thotë kam ende edhe 40 vjet me jetu. E Melekul Maut thotë po ja ki dhon Davudit. Ka haru, thotë nuk i kujtohet. Po nuk i kujtohet që e ka dhënë 40 vjet. Okej. Thotë ja ki dhon, nuk i kujtohet. Prej atëherë Allah subhanahu wa taala e ka lënë që të kemi melek që i shkruajnë veprat. Se thotë ka haruar Ademi do të harujnë edhe pasardhësit e tij. Ashtu domethënë. Ka mbet prej atëherë. Ai u ka bërë sebeb domethënë. Po, shka kishte që Allah të vendos çdo melek të regjistrojnë veprat kiramen katibin quhen, janë shumë shkrues, regjistrues precis. Mirë po, ka informata se Allah subhanahu wa taala i ka lënë Ademit që jeton 1000 vjet, edhe Davudit si ja ka marrë atë. Kanë mbete Davudi alayhis salam 100 vjet, po edhe Ademit ja ka lënë ti plotson edhe 40 vjet plus. Kjo është bujaria e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj ka një rast, domethënë që kërkon ai pemë pak para vdekjes, domethënë kur i vjen vdekja Ademit alayhis salam, kërkon ushqim prej xhenetit lip. Ndjen vet. Ka po. Ademi alayhis salam kur i ka vdekja e ka vorosur djali i tij Shithi. Shithi ka qenë pas vrasjes Habilit, Allah subhanahu wa taala e ka dhënë Shithin. Edhe Shith do me thonë hibetullah, dhurat për Allahut. Për mja zbutat brengën atë mërzien që ka pas Ademi alayhis salam, Allah ja ka dhuru këtë djalin, e kanë quajtur Shith, është hibetullah, i bjerë dhurat për Allahut. Edhe ai kur ka vdek Ademi, ai ka vorosur. Ai ka vorosur domethënë babën e vet. Atëherë domethënë se tash domethënë projekti çat qëllime ka që ta vazhdojmë domethënë historinë të mërim deri ku jemi sot.
E tash domethënë vdek Ademi alayhis salam, pastaj jeta si vazhdon, domethënë cili pejgamber është më radh, domethënë pas kësaj. Ose ndodhia cilla është e radhës, është me Idrisin alayhis salam. Idrisi alayhis salam, po. Për Idrisin alayhis salam. Pra Idrisi alayhis salam vjen prej pasardhësve të Ademit alayhis salam. Edhe ka qenë pejgamber që Allahu e ka përmendur në Kur'an që i ka dhënë pozitë të lartë. Idrisi alayhis salam ka qenë pejgamber, do të thonë që ka pas një inteligjencë shumë të madhe, edhe ai ka qenë, siç flitet, i pari që ka filluar me shkruajt me penë. Me penë. Po. Edhe ai prej kohës tij ka filluar të shpërndahet civilizimi, të formohen qytet. Edhe flitet se ka qenë robaqefs. Edhe një prej karakteristikave të tij ka qenë se ai nuk ka shpuar me xhelpon, me xhelpër, përpos se të thot subhanallah. Aq që ka bërë tesbih Allah, të ka madhru Allah, edhe në zbatimin e, më thonë, zanatit të tij. Mund të tregojmë edhe për Idrisin, edhe këtë se është një karakteristik tjetër për Idrisin alayhis salam, se Allahu e ka ngrit ai ka qenë, domethënë, shumë ibadetshor, shumë ka bërë ibadet, derisa e kanë marrë melekt në qiell. Mirë, po kur e kanë marrë melek në qiell, Allah subhanahu wa taala e dërgon melekul maut m'ia marr shpirtin. Edhe kur e takon në qiell. Edhe aty, thënë Idrisit, i vetmi pejgamber që ka marrë shpirtin në qiell është Idrisi, edhe atje është ai. Atje edhe i varrosur. Atje është. Tash i varrosur Allah alem. Okej, jam në qiell. Është në qiell. Nuk është në tokë. Edhe për këtë çka ka Allah përmendur, kemi ngrit në gradë të lartë, flitet për Idrisin. Domethënë që është marrë shpirtin në qiell. Atëherë, domethënë, pastaj si vazhdon historia, pejgamberi i ardhshëm është Nuh alayhis salam. Mirë, po paraprakisht çka ndodh që prej pasardhësve të Ademit alayhis salam ka pas figurat, domethënë, të fetare, të ndershëm, e të ditur, edhe prej këtyre njihen 5 burra, 5 dietar që të gjithë ai populli që kanë qenë aty në rrethin, kur kanë pas ndonjë çështje janë kthite ata. Kanë qenë Jaguth, Jauk, Nesër, Sua, Wad, këto janë kon 5 veta që i kanë qenë dietar të atij vendit. Çdo herë kur kanë pas diçka, ndonjë çështje, ato ua kanë zgjedh në aspekt fetar dhe çka kanë pas nevoja të ndryshme të tyre. Domethënë ato janë më të diturit, domethënë të vendit aty. Më të diturit. Këti kanë njohur dietar të atij vendit. Po. Pastaj domethënë normal, vjen ku ato po vdesin edhe ndryshojnë gjanat apo vazhdojnë domethënë ashtu. Normal, atëherë moshat e njerëzve kanë qenë gjata, siç flitet, në Ademi 1000 vjet e kështu me radhë. Edhe atyre ka ardhur një ditë e xheli, ju vjen dhe janë nda për kësaj dunjaje. Dhe kanë bet ai popullata pa dietar. Edhe kështu që kur mbetet me një vend pa dietar, shpesh këtë e shfrytëzon iblisi edhe pasues të tij. E shfrytëzojnë këtë vakum të njerëzit. Edhe Allah subhanahu wa taala ka dhënë atyre gjinave një mundësi që të shndrohen në formë të njerëzit. Edhe të prezantojnë të njerëzit. Edhe ka ardhur iblisi, ka ardhur te njerëzit dhe ju ka thënë, ju nuk pinderoni këta dietar të juve. Ishin paraardhës të ju, nuk pinderoni. Edhe ato të hotuar kanë thënë se si duhet të nderojmë. Më thënë, ka qenë qëllimi i iblisit kjo, të ndëgjon ata se nuk kanë dije se si duhet veprojnë. Atëherë thotë, unë ju mësoj. Ju vetëm do të ngritni lapidar. Vetëm lapidar do të ngritni, të tregoni nderin ndaj tyre. Edhe këtë gjenerat e ka lënë kështu. Kanë shku kjo gjenerat, kanë ardhur gjenerata të tjera, edhe ka ardhur iblisi përsëri. Edhe ka thënë, jo, thotë, nuk pinderoni këto, a dini kush janë këto figura? Jo, nuk e di. Kemi ndigju pak, kemi diçka informate, thotë, këto janë paraardhës të juve. Shikoni ato që kanë qenë para juve si me çfarë nderi, kanë ndërtuar lapidar, ti nderojnë. Ju s'po tregoni kur një farshenjë nderimi. Dhe çka të bëjmë atëherë, iblisi thotë, do të shkoni atje, edhe do të nderoni, do të silleni rreth tyre, do të preni ndonjë kurban për të treguar shenjë nderimi.
se rrotullimi rreth diçkaje me shenjë deri, ajo lejohet vetëm në Ka'bë. Çdo rrotullim në shenjë deri rreth diçkaje jashtë Ka'bës është shirk. Gjunahi më i madh. Se ky rrotullim shenjë deri është ibadet, lejohet vetëm Ka'bë për Allah. Edhe kjo ka filluar atje, kanë filluar me prej kurbanit, edhe kurbani është ibadet, ja kanë kushtuar atyre, a kjo bëhet vetëm në emër të Allahut, edhe ka fillu s'pari herë shirku atëherë. Në thonë në fillim e shirku, mëkati më i madh është Andaj në këtë kohë Allah subhanahu wa taala ka dërguar Nuhin për t'i thirrë njerëzit s'pari herë në tokë. Kjo, e ka dërguar Nuhin për t'i larguar nga ky mëkat i madh. Atëherë epizoda ndalet këtu. Epizoda e radhës është me shpjegu sprovat që i ka pas Nuh alayhis salam me popullin e vet, me fëmijën, me gruajen, edhe masanej si pasojë domethënë bën një anije shumë të madhe. Atëherë për me pa e keni këtu domethënë në pjesën tjetër historisë. Mirë po nuk bëni keq para se me kliku videon, normal me bë like, me bë share, shpërnda nëse ju ka pëlqyer me shpërnda me dikant, me komentu, si dhe është mirë me përmend këtë. Zakonisht e na tradit nëse lind një fëmijë, na thuj me daritmi, domethënë japmi parë, që ashtu është rendi. E kështu që chaneli është i ri, sa ka lind, edhe daritmja e kësaj është me bë subscribe. Faleminderit shumë.